Ja, kanë qenë 4 lote. Me qenë se ky subjekt tregtar nuk ka pasur, siç e kam dëgjuar unë, nuk ka pasur raste precedente problematike përpara. Normalisht, siç e kërkon dhe ligji dhe procedura që ndjekim ne, merret një mosër në njëri nga lotet. Se ky ka qenë i pastër gjithmonë. Por ka qenë 4 lote. Në njëri nga lotet që u mor mostra, shkon në ISUV. Kur vjen më pas, merret vesh që ky lot që nga i cili u mor mostra, pati salmonel. Menjëherë ka ardhur ky njoftim ke ne kemi shkuar dhe për të bërë bllokimin e 3 loteve tjera apo çfarë mund të gjenim. Dhe në fakt 3 lote atje në ambientet e këtij subjekti janë të bllokuara ndërkohë që flasim. Dhe janë marrë mostra edhe nga ato 3 lote. Pra, mbasi duhej fakti që njëri lot ishte i kontaminuar me salmonel. Kështu që dhe pritet për këto 3 lote pritet të dalit tashti rezultati. Meqense flitet për patogjene dhe kjo është në kimin ushqimore është një proces shumë i gjatë për dalë si analizë, kështu thonë të gjithë, unë kaq di se thash nuk jam as kimist ushqimor, merr në varësi të llojit patogjenit që gjendet aty dhe që procesi që duhet kaluaj për zbulimin dhe saktësimin e çfarë lloj patogjeni është, merr 3 ditë, 5 ditë, 9 ditë, mund të shkojë deri në 12 ditë siç kam dëgjuar. Pra jemi sot që flasim, jemi në pritje të rezultatit për 3 lotet e tjera. Tani, në këtë lot që ishte i pari, dakord? Kur shkon AKU-ja, ky zotnia e kishte shitur. Dakord? Megjithatë, prapë është gjetur një sasi atje, që me sa diun është 4 ton, nga loti i parë. Kjo që është hedhur në treg për të sqaruar publikun, duhet thënë që është asnjë shqiptar, se duhet me folë edhe me pjesën konkrete të jetës tonë këtu. Asnjë shqiptar nuk blen pul nga Brazili. Ne të gjithë blen pulat, që thon pul fushe, pul kështu, ku diun pul e rritur këtu dhe atje, që i blem të hapura, si më thon. Apo edhe në qese, zakonisht janë sa jo që janë me shumicë. Fakti është nga verifikimi i faturave, të tëra këto, ose shumica e kësaj pule që ishte shitur kur vajtëm ne, ishte shitur në për fast food dhe restorante. Që automatikisht të gjithë e din se çfarë është fast food. Mirë që është player, po e blen dhe shumë shtrenjtë. Jo, i nështrohet procesit termik. Dhe salmonela, shkencërisht, zhduket në 70 gradë Celsius. Ndërkohë që vetëm zjerja është 100 gradë. S'po them si shqyqyr që shpëtuam, po faktikisht, kur ti e çon në fast food dhe në për restorante, ai kryesisht skuqet apo piqet, që do të thotë është më shumë se 100 gradë. Unë këtë nuk e di, 120 apo 150, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që salmonela në këtë rast fatkeqësisht është bërë krimi, ne shkuam dhe përtej pjesës së bllokimit të tjera me radh, u morën faturat, janë marrë në telefon të gjithë ata personat që ishin furnizuar nga ky subjekt dhe doli që janë kryesisht në shumicën e tyre janë fast food dhe restorante. Që të gjithë dinë fast food dhe restorant i nështrohet thash procesit termik, skuqje, pjekje. Pra, është për të shqetësuar, por nuk është për të goditur AKU-ja, sepse ishte policia ushqimore në këtë rast. Ne thashë, ky algoritmi që i ka ndjekur gjithë kësaj kohe të gjithë, është i gabuar vëlla, se nuk ka rezultat. Nuk e dim se sa e drejta apo e gabuar është. Po jo, me që më thatë që 23 tona sa thatë, ose sa ishte 7. Nuk është ashtu. Unë nuk marr përsipër të përcaktoj çfarë përgjegjësie